Nga 21 janari, 3 shqiptarë do të duhet të përgjigjen për akuzat për shkelje të rënda të ligjit për narkotikët para gjykatës penale të Basel-Landschaft. Në pranverën e vitit 2022, policia sekuestroi gjysmë ton kokainë në fabrikën Nespresso në Romont, në kantonin e Friborgut. Të pandehurit u përpoqën vazhdimisht që të vidhnin kokainën. Sipas zyrës së prokurorit publik të Baselit, kokaina mund të kishte shitur rreth 60 milion franka zvicerane në rrugë. Kokaina kishte një nivel mesatar pastërtie prej 99%. Gjyqi kundër 3 shqiptarëve po mbahet në Basel-Landschaft sepse fokusi kryesor i aktivitetit kriminal u zhvillua në Frekendorf. Kontejneri i transportit u ruajt përkohësisht në ambientet e Swiss Terminal AG, atje për afërsisht 32 orë në prill të vitit 2022. Kontejneri me drogë ishte i ngarkuar kryesisht me kokra kafeje në thas jute dhe u largua nga terminali i eksportit të qytetit portual brazilian të Santos në mesin e marsit 2022. 3 javë më vonë, anija e mallrave arriti në portin e Antwerpit në Belgjik, ku kontejneri u ruajt përkohësisht për gati 2 javë përpara se të transportohej me tren në ambientet e Swiss Terminal AG në Frekendorf. Pasi mbërriti atje, kontejneri u vendos mbi 2 kontejnerë të tjerë në depo. Vonë në mbrëmjen e ditës tjetër, ngarkesa me kafe u nis përsëri nga rajoni i Baselit duke u drejtuar drejt Romontit, ku kontejneri u hap pas 2 ditësh të tjera magazinimi. Më 2 maj, rreth orës 8 të mbrëmjes, punonjësit e Nespressos zbuluan qeset me kokainë të shënuara me kryqe blu, ndërsa shkarkonin një ngarkesë dhe njoftuan policinë. Për afërsisht 20 nga 320 qeset prej jute përmbanin nga 25 kg kokainë secila të paketuara në bloqe, përveç kafesë së papërpunuar. Policia beson se ishte një operacion i dështuar mashtrimi. Në këtë metodë, ngarkesa e paligjshme ngarkohet në kamion pa dijenin e pronarit të ligjshëm dhe synon të hiqet fshehurazi në një pikë të ndërmjetme gjatë udhëtimit. Pas zbulimit të ngarkesës me drogë, zyra e prokurorit publik të kantonit të Freiburgut nisi një hetim, por e ndërpreu atë pas 6 muajsh për shkak të mungesës së të dyshuarve. Kërkimi nga zyra e prokurorit publik të Basel-Landschaft ishte më i suksesshëm. Ata identifikuan 3 shtetas shqiptar të moshës 31, 32 dhe 34 vjeç, të cilët dyshohet se dinin për ngarkesën e paligjshme dhe sipas aktakuzës kishin ndërmend ta merrnin dhe ta transportonin atë nga Frekendorfi. Sipas aktakuzës, 2 nga 3 të pandehurit kishin udhëtuar nga Italia Veriore, ndërsa një i tretë kishte banuar së fundmi në kantonin e Aargau, ku punonte edhe si shofer. Ati dhe kolegut të tij dyshohet se ju premtua një pagesë prej 700.000 frankash zvicerane nëse do të arrinin të kapnin dhe transportonin kokainën. Të 3 të dyshuarit janë aktualisht në paraburgim në Mutenz ose Basel. Ata konsiderohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia. Procedurat e veçanta janë duke u zhvilluar kundër anëtarëve të tjerë të dyshuar të kësaj bande, të cilët thuhet se kanë marrë pjesë në përpjekjen e rikuperimit të kontejnerit me drogë. Sipas mediave të huaja, Agjencia Kantonale e Zbatimit të Ligjit Basel-Landschaft ka shqyrtuar pamjet video veçanërisht zbuluese nga Swiss Terminal. Hetuesit zbuluan në video të kamerave të sigurisë se të paktën 4 persona ishin të pranishëm në mënyrë të përsëritur në zonën e terminalit para dhe pas magazinimit të përkohshëm në Frekendorf, qoftë për të inspektuar vendin e po ashtu edhe për të kërkuar kontejnerin me një elektrik dore ose për të vepruar si vrojtues. U identifikua gjithashtu një makinë dyshim me qira e cila kaloi disa herë nëpër zonën logjistike gjatë atyre ditëve. Për më tepër, hetuesit analizuan telefonat celular të dyshuarve për të siguruar komunikimin gjatë fazës kritike të operacionit. Grupi kishte marrë posaçërisht karta SIM zvicerane. I dyshuari se kreu i bandës u kap dhe u arrestua gjatë një përpjekjeje për të rikuperuar kontejnerët, pasi punonjësit e Swiss Terminal raportuan ndërhyrësit në polici. Megjithëse objektivi i tij vërtet nuk dihen atë kohë, burri u lirua shpejt dhe u kthye në Itali. Ai u arrestua më vonë në Brescia, këtë herë me dyshime konkrete, dhe u ekstradua në Zvicër. Zyra e prokurorit kantonal të Basel-Landschaft hetoi gjithashtu akomodimin dhe strehimin e bandës, të cilën i dyshuari, i cili banon në Zvicër, e kishte organizuar për disa ditë. Bëhet fjalë për një bordello në jura të Bernës. Antarët e bandës udhëtonin për në Zvicër veçmas ose lëviznin me automjete të ndryshme gjatë ditës, duke u takuar përsëri në bazën e tyre në mbrëmje për të diskutuar hapat e tyre të mëtejshëm. Të akuzuarit ishin në dieni të kohës kur kontejneri në fjalë u shkarkua në Frekendorf. Megjithatë, ata e humbën udhëtimin e tij të mëtejshëm për në Romont, çka do të thotë se një nga operacionet e tyre të rikuperimit u zhvillua kur kontejneri ishte tashmë në trenin për në Romont.
Nëse do ta kishin gjetur drogën më herët, ka shumë të ngjarë që nuk do të kishte mbetur në Zvicër. Zyra e prokurorit publik të Basel Landshaf supozon përkundrazi se droga do të ishte kontrabanduar jashtë vendit. Pastërtia e lartë e kokainës sugjeron gjithashtu se Zvicra ishte menduar thjesht të shërbente si një pikë tranziti.